Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Më në fund, u gjetë zgjidhja, jasi të pastroni muskrit për 72 orë, do befasoheni. Ekspertët shëndetësor dhe shumë doktor e din atë që e pohojnë edhe vetë konsumuesit e duhanit, se duhani është shkaktari kryesor i problemeve pulmonare. Por kjo nuk është plotësisht e vërtet, pasi që ka shumë njerëz të cilët nuk kanë konsumuar asnjë cigare të vetme në jetët e tyre, por prap ballafaqohen me probleme të ndryshme të mushkrisë. Nga ana tjetër, ironia më e madhe e kësaj është se disa nga konsumuesit e duhanit kanë mushkri të përsosura. Kjo do të thotë se gjithçka varet nga organizmi i personit. Hapi i parë që ju duhet të ndërmerrni për t'i pastruar muskrit tuaja brenda 72 orëve është që ju të eliminoni të gjitha produktet djathore nga dieta për t'i hequr të gjitha toksinat që i shkaktojnë këto produkte. Ky proces i detoksimit të muskrive kërkon edhe çaj rapimor. Në ditën e parë të pastrimit ju duhet të konsumoni një çaj bimor para se të shkoni në shtrat për t'i liruar të gjitha toksinat të cilat janë përgjegjëse për kapsllokun. Gjë tjetër e rëndësishme për t'u shmangur është edhe pjesa e mbi ngarkesës së mushkrive apo çfarëdo pjesë tjetër të trupit me punë të rënda që bëni. Kur zgjoheni në mëngjes, gjën e parë që duhet të bëni është konsumimi i lëngut të limonit. Vetëm merrni 300 ml ujë dhe shtrydhni 2 limon në të. Sigurohuni ta konsumoni pijen në stomak të zbrazët para se të konsumoni mëngjes. Veç kësaj ju gjithashtu mund të konsumoni edhe 300 ml lëng gripfruti, nëse veç ju preferoni. Çdo njëri nga këto lëngje do t'ju ndihmojë ju që të pastroni sistemin e frymëmarrjes, fal antioksidantëve natyral që përmbajnë. Në periudhën mes mëngjesit dhe drekës ju duhet që të konsumoni 300 ml lëng karrote për të shpejtuar procesin e pastrimit të gjakut. Gjatë kohës së drekës ju duhet që të konsumoni 400 ml lëng i cili është i pasur me kalium. Ky lloj i lëngut do t'ju ndihmojë të luftoni bakteret të cilat janë përgjegjëse për infeksionet e mushkrive. Gjithashtu edhe një dush 20 minutësh është një zgjidhje e përsosur për procesin e pastrimit të mushkrive, pasi që ndihmon po ashtu shumë në heqjen e toksinave. Sipas ekspertëve, stina e virozave shoqërohet gjithmonë me një sër simptomash problematike, siç janë rrjedhja e hundëve, kolla, të shtima dhe njëkohësisht sekrecionet e tepërta. Këto të fundit duhen larguar nga rrugët e frymëmarrjes me shpejtësi dhe në mënyrë efikase. Kjo kur mund të trajtojë me efikasitet të gjitha simptomat e virozave dhe të largojë të gjitha sekrecionet. Kjo kur ka vetëm 3 përbërës: mjaltin, limonin dhe xhenxhefilin. Të tre këto përbërës e forcojnë sistemin tuaj imunitar, eliminojnë sekrecionet dhe mbrojnë shëndetin. Receta ideale për imunitetin dhe kundër sekrecioneve. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë një copë xhenxhefil 2 cm, 100 ml ujë, 100 gram mjalt dhe 4 lugë gjelle me lëng limoni. Përgatitja: ziheni xhenxhefilin në një çajnik me ujë për rreth 10 minuta. Më pas hidheni në një filxhan dhe lëreni të ftohet. Shtoni mjaltin dhe limonin dhe më pas lëreni përbërësit që të rrinë gjithë natën. Ne ju këshillojmë që në mëngjes të filloni konsumimin dhe pjesën e mbetur futeni në frigorifer për ta konsumuar në vijim. Përdorimi i kurrës: ju duhet të pini 40 ml nga ky lëng çdo mëngjes përpara se ju të konsumoni ushqim. Përsëriteni kurrën për 40 ditë, pas të cilave duhet të bëni 2 javë pushim dhe përsëriteni procedurën për 40 ditë të tjera.
Pas kësaj periudhe imuniteti juaj do të jetë më i fortë dhe njëkohësisht më i mirë. Nëse këtë kur dëshironi ta përdorni për të larguar sekrecionet, ju mund ta shoqëroni atë me disa trajtime me avuj. Lëngun e përgatitur mund ta zieni dhe të qëndroni sipër avullit për 5 minuta. Vlerat shëndetësore të përbërësve të kurrës. Mjalti. Mjalti është i fuqishëm kundër mykut, virozave, baktereve dhe inflamacionit. Ai përmban antioksidant të shkëlqyer dhe rekomandohet kundër alergjive. Sipas të dhënave, mjalti forcon ndjeshëm imunitetin dhe ju ndihmon të pastroni mushkrit dhe të qetësoni fytyn nga irritimet e stinës. Limoni. Limoni është i pasur me vitaminë C dhe kalium, dy substanca të nevojshme për një imunitet të fortë. Vitamina C dhe kaliumi luftojnë inflamacionin, mikrobe dhe sekrecionet. Limoni luruan nivelin e pH-it, tensionit të gjakut dhe ekuilibrat hormonal. Xhenxhefili. Ky zhardok i rëndësishëm është efikas në largimin e sekrecioneve. Ai rekomandohet në rastet e sinusitit për pastrimin e mushkrive. Xhenxhefili, sipas informacioneve, përmirëson qarkullimin e gjakut dhe po ashtu zgjidh të gjitha problemet me azmën. Ndërkohë, nëse jeni duke kërkuar për një recetë natyrale e cila bën të mundur luftimin e kollës, bronkitit dhe pneumonin, jeni të sigurt se keni gjetur zgjedhjen e shkëlqyer. Shurupi i qepës është një ilaç i vjetër dhe natyral, i cili trajton me sukses probleme të ndryshme të frymëmarrjes. Në përbërjen e tij, substancat e nxjerra nga qepa duken të përqendruara dhe kjo e bën atë një antiinflamator dhe një antiviral tepër të fuqishëm natyror, i cili vepron në një mënyrë tërësisht efektive kundër kollës, gëlbazës, ngjyrjes, problemeve në fyt dhe gjithashtu mund të përdoret edhe për të ndihmuar në trajtimin e bronkitit dhe të pneumonisë. Receta është shumë e thjeshtë. Ka vetëm 2 përbërës, qep edhe sheqer, dhe vetëm në disa ditë trajtimi ju do të ndiheni shumë herë më mirë. Ja se si të përgatisni shurupin e qepës. Priteni qepën në feta, vendoseni këtë feta në një tenxhere të madhe duke i rregulluar një fet qep, një shtresë sheqeri dhe gjithashtu më pas një fet tjetër qep, një shtresë sheqer dhe kështu me radhë duke përfunduar me një shtresë sheqeri. Mbulojeni tenxherën për të shmangur praninë e milingonave dhe insekteve të tjera dhe lëreni të pushojë gjatë natës. Ditën tjetër ju do ta gjeni gotën me një lëng me ngjyrë mjalti dhe ky lëng është shurupi. Doza e tij është një lugë çaj shurup çdo 3 orë. Ndërkohë mund të përdorni dhe recetën me uthullmolle dhe mjalt. Për këtë recetë, juve do t'ju duhet gjysmë lugë çaj me xhenxhefil pluhur, gjysmë lugë çaj me specë djegës pluhur, çerek filxhani çaj me uthullmolle të pafiltruar, 3 lugë gjelle me mjalt, çerek filxhani çaj me lëng të freskët të limonit. Zjeni së bashku uthullun dhe lëngun e limonit. Sa po të marrë val, hiqeni nga zjarri, shtoni mjaltin, xhenxhefilin dhe specin djegës. Përziheni mirë së bashku derisa të përfitoni një lëng me një përmbajtje uniforme të cilin duhet ta hidhni në një shishe qelçi. Ne ju rekomandojmë që të konsumoni një lugë gjelle 2 herë në ditë për 2 deri në 3 ditë me radhë. Njerëzit të cilët kanë probleme me fjetjen si pasojë e bllokimit të mushkrive nga sekrecionet e trasha rekomandohet që të përdorin 2 jastëk. Koka duhet mbajtur ngritur në mënyrë që të pengojë kollën dhe problemet me frymëmarrjen. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë,
Kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.